A mund ta shtjellosh pak? Jo, nuk kam studiuar këtu. Erdha me një po themi rezidencë në Cité des Arts, një fellowship, është si SBA dhe Kina. Dy vende janë, por janë ndryshe nga njëri tjetri. Po mund të takohen të flasin. Dhe më së fundi, duke qenë se jemi këtu në Forumin e Paqes Parisit, është e rëndësishme për ne të pranojmë që ju, zoti kryeministër, keni zgjidhur një konflikt afatgjat me rivalin tuaj historik, keni nënshkruaj marrëveshjen e paqes dhe i keni dhënë fund konfliktit Armeni dhe Azerbajxhan. E kishe fjalën për Azerbajxhan Shqipëri, sepse thatë Armeni. Dhe do zemrosh presidentin tënd, jo mua, sepse është përpjekur për kaq shumë kohë, por nuk ja doli. Me këtë, le të hyjmë në bisedën tonë. Pyetja e parë, zoti kryeministër, është si e ndjeni, si e shihni gjithë këtë trazim që po ndodh nga këndvështrimi juaj, çfarë po ndryshon në rendin global? Dëgjoni, unë besoj, e me qëra fjala, unë sa po vi nga Riadi, ku pata nderin të isha i ftuar nga nisma e forumit të investimeve për të ardhmen, FII, në një vend të jashtëzakonshëm, jo për shkak të numrit të pazakontë të njerëzve, 7.000 pjesëmarrës, por fal asaj çfarë përfaqësonin në çështjet globale, sidomos kur bëhet fjalë për biznesin, inovacionin dhe teknologjinë. When you have the possibility to be in kur ke mundësinë të gjendesh në atë pjesë të botës, e kupton që në këtë pjesën tonë të botës ne duhet të bëjmë një dush për ulësie, sepse edhe sot, edhe pse bota po ekspozon tërësisht ujërat që zijnë në marrëdhëniet midis vendeve të qasjeve përkundrejt gjërave themelore, ne vazhdojmë të mendojmë që ka diçka që nuk shkon me botën. Dhe që është vetëm një moment në kohë, dhe gjërat do të kthehen siç ishin, sepse ne, dhe kur them ne, nuk flas për Shqipërinë, flas për Perëndimin, dhe sidomos për Europën. Mendojmë se kemi legitimitetin moral që na zhblatuar nga ndonjë urdhër hyjnor dhe mundësinë për të gjykuar të tjerët e për të besuar se ne jemi pika e referencës se si duhet jetë bota, dhe kjo është thelbësisht e gabuar. Çfarë do të thotë kjo që është thelbësisht e gabuar? Nuk është efektive, është e gabuar, është krejt e gabuar, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Dhe është një lloj vetë kënaqjeje që sipas mendimit tim mjaft modest ka nisur të bëhet gjithmonë më i dëmshëm se këndvështrim dhe gjithmonë më pak i dobishëm edhe për atë vetbesimin për cilin kemi nevojë të gjithë. Unë besoj se ajo çfarë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye të këtij viti, dhe po flas për atë që Donald Trumpi e përshkroi si plani preciz i Zotit për ta shpëtuar në mënyrë që të shpëtonte Amerikën. Është, sipas meje, diçka që nëse Zoti kishte vërtet një plan, pjesë e këtij plani ishte edhe të zgjonte Europën. Nuk po e shoh Europën të zgjohet. Pse?
në të zgjohet në mënyrën there is a wake up, siç duhet, ka një if we zgjim, may call it nëse like mund that, ta quajmë kështu. in a lot of efforts done by the president Në of the shumë commission, përpjekje by, që po bëhen nga by, presidentja e the komisionit, leaders that nga trying to bring things udhëheqësit që forward po përpiqen t'i çojnë gjërat përpara. by pushing so much in Dhe changing në këtë the shtys attitude shumë të towards, fortë për the të idea ndryshuar of, qëndrimin of, në raport defense. me iden But e this is, mbrojtjes. in my view, again, something Por, very sipas mendimit tim, fragmented, sërish, and kjo it's far është from diçka enough, and mjaft e it may become fragmentarizuar, dangerous in është the më pak mid- se e mid-run. mjaftueshme dhe mund të bëhet What do you e mean by rrezikshme në një dangerous? periudhë fatmesme. Dangerous in the Çfarë nuk sense kupton me e that, rrezikshme? E rrezikshme to në me, kuptimin që it is Për mua, quite unsettling that është still today, mjaft after what happened all these years with shqetësuese që ende sot, the edhe European pas Union asaj diplomacy çfarë and foreign policy ka outsourced ndodhur me to Washington jashtë and kontraktimin e politikës with, jashtme European Union being të Bashkimit the Evropian United States tek Shtetet e Bashkuara të autopilot, Amerikës dhe me Bashkimin Evropian there që is ka not qëndruar në autopilotin e SBA-s, ende European peace plan. nuk ka një plan europian and paqeje. just a binary approach towards the Ka conflict vetëm një qasje that binare has a- ndaj një has an amazing konflikti potential to degenerate që ka in something potencial të catastrophic. jashtëzakonshëm për të While degeneruar I në don't diçka katastrofike. oppose that part, but Edhe I unë nuk po feel kundërshtoj very, very worried këtë about pjesë, the other por part ndihem that is missing. shumë i shqetësuar për pjesën që mungon, diplomacinë and peace plan. dhe planifikimin për Whatever it might paqe. be, however it Çfarë might do look, të jetë, sido që të but in duket, parallel with por fighting paralelisht the war me and supporting Ukraine, and rightly so, luftimin, pra me bërjen e luftës dhe mbështetjen e Ukrainës dhe me shumë të drejtë, Bashkimi Evropian duhet të ketë planin e vet të paqes dhe duhet të ketë komunikimin e vet të drejtë për drejtë me Rusinë whomever else dhe me is këdo in tjetër the middle or on që the other gjendet side. në mes apo nga ana tjetër. Peace. Mendoni që It's Rusia not do about paqen? what Russia wants. Po nuk ka të bëjë me atë Did çfarë do Hamas Rusia. want peace? A donte Hamasi paqe? Does Hamas ever want peace? A I don't believe. do ndonjëherë Hamasi të ketë paqe? That this Nuk e besoj për një May be sekond true, but që të jetë e vërtet një gjë e tillë. if we want to fight Por and nëse to survive duam in the të name of what we luftojmë e represent, të we mbijetojmë have në to do what emër we të have to do. asaj It's çfarë about what we përfaqësojmë, duhet të bëjmë atë që duhet It's not bërë, about ka të what bëjmë the atë other çfarë duam wants. ne. And it's about Nuk ka të bëjmë atë çfarë duan të trying tjerët, e ka të bëj everything that we want me in the faktin name që of ne all duhet përpiqemi të what we bëjmë represent, gjithçka që duam në emër të asaj çfarë përfaqësojmë, edhe me shansin që pala tjetër nuk do të përgjigjet asnjëherë, por duhet bësh atë që duhet bësh. Nuk mund të refuzosh të mendosh për paqen sepse tjetri është kaq i keq sa që mund të mos ta doj. Mund të mos ta doj. Unë nuk e di nëse e do apo jo. Putini e kam fjalën, por di një gjë, që duke bërë atë që po bëjmë, po bëhemi çdo ditë e më pak të rëndësishëm. Më lini të kuptoj qartësisht atë çfarë po thoni, sepse në thelb po thoni që nuk e dini nëse Putini do paqe apo luftë. Jo, që Putini do luftë është e qartë çdo ditë. Atëherë në këtë rast, si mund të bëjmë diplomaci pa e detyruar që të angazhohet në rrugë diplomatike? Diplomacia është diçka që bëhet për ditë. Edhe një herë, duke marrë shembullin e Izraelit dhe Hamasit. They killed each other in shapes and forms that Kanë vrarë njëri tjetrin në forma e mënyra që ishin ekstreme, por flasin për ditë.